Shiroka përjetoi një mbrëmje të jashtëzakonshme artistike me koncertin Ramlaha and Friends, një aktivitet i organizuar nga Bashkia Shkodër që mblodhi qindra ardashës buzë të qenit, tingujt e muzikës, interpretimet brillante të artistëve dhe duartrokitjet e pandërprera të publikut, krijua një atmosferë magjike, duke kthyer pikën turistike në një skenë të vërtet emocionesh dhe arti. Shkodra për mua është këtë një si Prishtina. Këtë e them me sinqeritetin më të madh, po besoj kjo vret edhe në skenë. Më thënë për mua është krejtë e njëjta gjë, si marrë në Prishtinë, si marrë në Shkodër. Në një status, me sa më kujtohet, mbas koncertit parë në 2024, kam thënë që do kthehem në Shkodër sa herë t'ju merr malli për zonin tim. Sipas dirigentit dhe kompozitorit Zef Çoba, organizimi i aktiviteteve të tilla e rikthen Shkodrën në vendin që meriton në pjedestalin e muzikës shqiptare. Në këtë midis ka të bukur siç është Shiroka, gjithçka ishte perfekt. Mendoj se përsëritja këtyre koncerteve vetëm se afirmojnë vlerat që ka Shkodra në të dyja këto marrëdhënie. I mirëpret artistët e mirë. Publiku shijoi një mbrëmje të mbushur me emocione, muzikë cilësore dhe interpretime që u pritën me duartrokitje të shumta.